fituar vitin e ri. Uroj me gjithë zemër që të keni vetëm shëndet në familjet tuaj, sepse nuk ka gjë më të rëndësishme se kjo. Dhe të udhtoni sa më shumë, të dilni sa më shumë në natyrë nëse realisht doni të provoni disa nga ndjesitë më të bukura. Sidomos, unë këtë herë për të hapur vitin kam zgjedhur një destinacion i cili është destinacion që e vizitoj për herë të parë sot. Së bashku do ngjisim Majën e Velës. Për ato që njohën pamjen e parë, që unë hapa vlogun, kjo është e gjitha fusha e Zadrimës. Një peizazh që është realisht shumë i bukur, komplet fusha e cila rrethohet vetëm nga malat. Por, kur të arri lart tek Maja e Velës, pamja bëhet akoma edhe më e bukur. Ndodhem afër një mali i cili është vendosur kryqi dhe atje lart ndodhet edhe kisha, e cila është kisha e Eufemis. Itinerari sotëm vazhdohet nga fshati Kallmet, pra në Lezhë, ngjitet e gjithë kjo pjesa e malit deri te kisha, aty kam lënë makinën, te kisha fillon i gjithë shtegu i cili të çon edhe tek Maja e Velës. Më sa kam parë unë nëpër internet, bëhet edhe një peligrinazh i cili vazhdon nga kisha deri tek Maja e Velës, por sot nuk kemi për peligrinazh, sot jemi për hiking. Dhe të shikojmë se si do jetë shtegu dhe pse jo, është thjesht 1 orë e 15 minuta larg Tiranës, kështu që është një destinacion që mund të vizitohet nga të gjithë ju dhe mbi të gjitha ka një pamje shumë të bukur. Kështu që le të nisem. Po has pak vështirësi me shtegun, sepse shtegu i cili po ndjek deri tani nuk është fare i pastër, është i gjithë i mbuluar me bimësi të tillë dhe e humbet gjatë gjithë kohës se ku ndodhet itinerari sakt, kështu që unë në fund fare do t'ju jap GPS-in e sakt. GPS-et të cilët shkarkohen nga Wikiloc vazhdojnë edhe të më zhgënjejnë ose nuk janë të sakt. Çfarë ndodh? Kur dikush hedh një shteg në Wikiloc, duhet mbaj realisht përgjegjësi, sepse dikush tjetër e merr, nuk është GPS i sakt, ose të paktën kur ta hedhi duhet ta korrigjoj pjesët të cilat është ngatruar dhe vet, pjesët ku e ka kuptuar që nuk ka shteg, sepse ky itinerar të paktën për te Maja e Velës që po ndjekun tani nuk mund të bëhet në asnjë stin tjetër, sepse është i gjithë i mbuluar nga ferrat, nga bimësia, mund të bëhet vetëm në këtë periudhë. Por që, si që thash, në fund fare, do korrigjoj gjithë pjesën e itinerarit dhe do ju jap GPS-in e sakt. Të cilët duhet të bëni në momentin që doni të vizitoni dhe të bëni hiking për tek Maja e Velës. Ndërkohë që pamja, momentin e parë që ka një balkon dhe mund të shikoni, është realisht shumë piktoreske dhe shumë e bukur, sepse mund të shikoni të gjithë fushën e Zadrimës, pjesën e malësisë së mbi Shkodrës, e cila është mbuluar nga bora, një pjesë të mirë të malit të zi, kështu që është goxha e bukur. E kam hequr fare GPS-in sepse shtegu është realisht totalisht gabim, kështu që nuk ja vlen që të vazhdoj një shteg i cili realisht nuk ekziston. Për këtë arsye kam vendosur të ngjis një pjesë goxha të mirë të malit, por vertikalisht, duke bërë zigzake që edhe mos të lodhem, sepse shikoni pak si është e gjithë situata. Pra nuk ekziston një shteg i mirëfillt, janë vetëm zigzaket që po bëj unë, të cilat do më çojnë tek Maja e fushës së Velës dhe jo tek Maja e Velës, dhe nga aty pastaj do vendos nëse do shkoj deri tek Maja e Velës apo do ta ndaloj itinerarin aty. Një nga arsyet që nuk ja u sugjeroj këtë maj nga ky shteg që po bëj unë tani është vetëm fakti që të bezdis gjatë gjithë kohës bimësia, të bezdis fakti që nuk ke një shteg dhe duhet të rish gjithë kohës në telefon për të parë sa mos ngatarohesh edhe më keq dhe mundohesh të bësh vetëm free hike. Thjesht orientohesh që diku aty është Maja dhe ndjek komplet
këtë pjesën e malit. Duket vetë që është ngjitur vertikalisht sepse nuk ka një shteg të mirëfillt. Të paktën deri tani. Kur të kthehem, do shikoj edhe një herë hartën se mos gjej diçka tjetër, të cilën mund të jetë më e lehtë për ta bërë edhe ju. Fushës së Velës, sepse maja e Velës ndodhet përballë meje dhe nga këtu ku jam unë është realisht e paarritshme, sepse ja ku ndodhet atje. Por arsyeja pse është e paarritshme është sepse nuk ka një shteg të mirëfillt për të ardhur deri këtu. Unë mendoj që dhe itineraret të gjitha që kam parë në Wikiloc janë të gjitha të cilët fillojnë nga kisha poshtë edhe vinë deri këtu. Më pas më duhet ta shikoj se si njerëzit arrin deri lart fare tek maja e Velës, ndoshta ka një shteg i cili fillon nga fshati Vel, sepse nga këtu ku jam nuk besoj se arrihet. Unë zakonisht kur mbaroj hiking, pjesën e kthimit e bëj free hike, që do të thotë që nuk ndjek po të njëjtin shteg për të mos u bërë e mërzitshme, por thjesht vazhdoj eci edhe e di pak a shumë se ku do arrijë. Ndërkohë që sot kam bërë të kundërtën, kam bërë free hike të gjithë pjesën për të ardhur deri këtu dhe besoj se kur të kthehem do zgjedh një shteg më të mirë, por kjo mbetet për tu parë. Nuk e rekomandoj si shteg këtë që bëra unë sot, sepse realisht do bezdiseni gjithkohës duke shtyr shkurret, pemët, sepse nuk ka një shteg të mirëfillt, nuk ka një gjurmë dhe do rrini gjithkohës edhe duke parë GPS-in. Por më duhet të them diçka që këtu pamja është ja vlen edhe sikur të lodheni 3 deri në 4 orë, sepse është shumë po shumë e bukur dhe është Shqipëria është një vend realisht shumë i bukur vetëm për një fakt që ti mund të arrish një maj mali dhe nga aty mund të shikosh të gjithë bukuritë që ka e gjithë ajo pjesë e zonës, sepse nga këtu ku jam unë mund të shikoj Alpet, të cilat janë të mbuluara me borë, mund të shikoj liçenin e Shkodrës dhe 2 lagunat, Talën edhe Kunën, mund të shikoj këtë pjesë të kepit të Rodonit dhe më pas mund të shikoj dhe gjirin e Lalësit. Dhe me thënë, arrin të shikosh plotësisht çdo gjë, kështu që për pamjen ja vlen 1 milion lodhja ose kjo pjesa e ferrave ose pjesa që nuk ka një shteg të mirëfillt. Unë ndoshta do ta bëj edhe një herë tjetër, nëse gjej shtegun nga ana e fshatit Vel,
sepse mendoj që perëndimi është një nga gjërat që nuk duhet humbur në këtë pjesë. Tani dielli është ora 2, dielli po ulet dal nga dal dhe gjithë ajo pjesa e detit atje në fund ka filluar të marrë këtë ngjyrën e kuqërremtë, kështu që është realisht shumë por shumë e bukur. Unë do pushoj pak, nuk fryn fare erë, është shumë ngrohtë dhe më pas edhe do bëj rrugën e kthimit. Dhe në fund fare do t'ju jap edhe itinerarin çfarë duhet ndiqni ose kush është GPS-i i sakt për të ardhur deri këtu, por gjithashtu edhe për t'u kthyer. Mbaruar pothuajse itinerarin për tek maja e fushës së Velës. Mund t'ju them që nga fshati Vel ndoshta ekziston një shteg i cili ju çon deri tek maja e Velës, por nga këtu nga kisha është komplet e pamundur që të arrini tek maja e Velës. Deri tek maja e fushës Velës mund të arrini, por edhe aty unë nuk ja u sugjeroj fare si itinerar, sepse unë kam zbritur komplet nga pjesa e malit atje lart tek ferrat dhe tek pjesa e gurave deri këtu ku jam unë. Nuk e di se si mund ta kenë bërë personat cilët e kanë hedhur këtë lloj shtegu në Wikiloc. Mendoj që ndoshta edhe mund të kenë humbur. Unë nuk ja u sugjeroj për arsyet sepse do griceni gjithkohës nga ferrat, do mërziteni, një pjesë të madhe te gurat do rrëshkisni nëse jeni të kujdesshëm, por edhe nëse jeni të kujdesshëm është vetë relievi që gurat lëvizin në momentin që vendosni këmbën. Po mund të bëni diçka tjetër që mund të vini këtu lart në afërsi të kishës, por lart ku jam unë te ky ballkoni i parë, dhe këtu mund të shijoni perëndimin e diellit, gjithë këtë pjesën e fushës së Zadrimës edhe Alpet që duken atje. Mund të bëni kamping, por që të bëni të gjithën këto ndoshta për ju që jeni pak më shumë aventurierë dhe keni eksperiencë në free hiking dhe këtë bëni, atëherë po mund ta bëni, po vetëm gjatë sinës së dimrit kur koha është e atill, sepse përndryshe është pothuajse e pamundur. Gjithsesi, unë e shijova jashtëmase shumë gjithë itinerarin sot, tani po shijoj edhe pjesën e perëndimit dhe shihemi në vlogjet e tjera. Unë ju uroj vit të mbar dhe shpresoj shumë nëse keni pyetje ose diçka që nuk kuptoni ose informacione më shumë, mund të më shkruani si në Instagram, por edhe të komentoni tek vlogu në YouTube dhe kalofshet sa më bukur, shihemi te vlogjet e tjera. Nga Lezhë, po ju them mirëpafshim.